Benvenuti in Italia. Benvenuti Italia. Kinemaja Federico Fellini. Kinemaja Fellini. Dan spaghetti western. Pra këtu ku jemi duke shku tash, janë skenografit ku janë xhiruar filmat famshëm si Ben Huri, Kleopatra, La Dolce Vita. Kemi arrit në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Tiranë. Po shkem për një vizit në vikend në Rom bashkë me Priami. Une është Julia dhe Iliada. Vecchia moneta, profumo di vento. Oh dolce vita, oh gioco sottile. Ogni sorriso vale più di 1000. Stringi la mano, balliamo nel blu. Ricchezze del tempo, è tutto un virtù. Sul marmo lucente, un passo svogliato. I sogni giacciono sotto dal tempo nato. Fruscio di sera. Kemi mri në Rom, kemi në aeroport në autobus, është aeroplane. Fluturimi ka zgjatë diku 1 orë 5 minuta, ku qenë ka shi, po nesër dhe mas nesër është diell. Në më thonë shumë shpejt në radhë. L'ambiente si stende, ogni melodia canta di un tempo lontano. Vecchia moneta in ogni mano. Oh dolce vita, oh gioco sottile. Ogni sorriso più di 1000. Stringi la mano. Hajde, ku gjos kena. È tutto un virtù. Sotto il soffitto di stelle che ardono, storie di fortuna ci accompagno. Ma nel domani c'è un sussurro che chiama l'eco di ieri. Ka që jena të shku, ku? Hajde Priam. Kena me shku në apartment. Okej. Po njerë kena me kalu Kolosiumin. Kena kalu ka Kolosiumi, a? Po. Nice. Iliada? Ku ke ardhur Iliada? Ogni sorriso vale più di 1000. Okej. Tash pra jemi të shku prej aeroportit në... Oh, perfetto! Thank you, sir! Benvenuti in Italia. Benvenuti Italia!
edhe në Milano kur kemi ardhur lule. Qishtu kush? Ricchezze del tempo è tutto un virtù. Që na mësuna në liftin ton. Ljada? A dy po ngosht është tash. Storie di fortuna. Kode. Pa besin e qësës. A dy po ngosht është tash. E në qëzoj se interesant. Po shyrja. Që zemër? Po snipet. Sotto il soffitto di stelle che ardono, storie di fortuna ci accompagnano. Ma nel domani c'è un sussurro che chiama, l'eco di ieri, nessuno lo reclama. Of the apartment and then I leave you to your holiday, okay? Yeah. Thank you. Okay. Mirë mëngjesi nga Roma. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jemi zgju tash. Sot është ditë e premte, 31 tetor A dy që po 2025. bukur. A marshon tash xhiroj unë veç pak? Shojmë po kemi banesën. Opa. Ue. Roma. A kam pëtu me po, babi? Që tash kena me dali Liada. Okej. Që kjo është banesa jonë ku jena të nejt. Qire kur është nogi? Dulja është të po gati për me dalë, a, sot? Hey, mirëmëngjesi. Ose kam po, mami. Që ti kam rëvësht? Po, a? Po babi shumë zete, këto italian po veshën si më kom dimër, minus 20 gradë. A këtu është 23 gradë, tash Po sot. shumë zete po kom. Po, shumë zë. Në ne, A ka punis ka me dojë dhjë. Po, a? A po shak? Okej, sot është dita parë në Romë. Këtu pra jemi tu qëndru. Këtu kemi apartamentin, është një ndërtesë e vjetër. Si Siena, po. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. A do nuk po të të që kema shumë. E ka shumë t'i kopa. Po në hajt pje. Hajt pia. Do të të të. qa që kjo? Më urit. A u në që të? Po, hajde. A shkrima, qka është kjo? Kur kam qitë kësë. Në ne kur kam qitë kësëra. Tash e ka shirë si qështë. Edhe ti kur shto në bok, ka me kur ti bok tjetë. Faleminderit zemra. Koha është shumë e mirë, është diku 23 gradë sot, 31 tetor, 2025 natyrisht. Edhe po fillojmë ditën, sot kemi shku në Koloseum, dhe komplet rrëthinën e Koloseumit kena me vizitu. Në dyqan të vogël e pasim që tu. Tash jemi të shku te Mamertine Prison quhet veni. Ku kena mi marrë biletat te Koloseumit, kemi përësit online. Edhe shijoni edhe ju Romën bashkë me ne.
Kjo është ëndra e Cezarit. Ky ka qenë babi që ka udhëhesh Romën. Kush është kë? Kjo është Roma e vërtet. Këtu janë gjumet e perandorisë romake. Oh, sa bukur. A kon që storja? Qësh? A kon që storja? True story. A si ke pa filmi Gladiatora? A kon po me juve gjysën. Po, qëty është për një meq ka ndodhë. A i na kon mrena na i herë? Ku? Kolozeum po, ti e kon, po ti se marrë me. Burgun Mamertine. Mamertine. Kështu po quhet, është një Mamertine, Mamertine. Mamertine, ku i kanë burgos njerëzit e rëndësishëm. Me kohën e perandorisë romake. Do thotë është ndërtuar në shekullin e 7 para erës tonë, para Krishtit. Thonë, a disa është i vjetë ky. Para 2700 vitesh. Po. Qa është e gjata? Po. Jo. Babi këtu është shkruajnë latinisht. Qa latinisht? Gjuhën e Romës. Hajde. A më në më shku tash poshtë? Po. Kujdes Iliada. Jam namaz ban. E kështu garant poshtë janë bushët nëse. Me i poshtë a? Tu të shë? Jo, më shko. Ej, Hec. Hec, mos o tutni, hec. Vendi ku ka nej, qaj... Qëtu, a? Po, apostoli, Pietro dhe Pauli, që kjo vendi. Po, qëtu ka najt ata Që kanë burgosurit. burgosurit që qëtu është. Do thonë në kohën, kjo është burgu më i vjetër i perandorisë romake, që është ndërtu në shekullin e 7 para Krishtit. Ka një qërë burgina në burgu është... Që shtu kanë flet, plea, më mishë qyre? Në guri aty kanë flet. Që? që të ku ka shonja. Që shtu tere kanë pas. Po, dhe pësa, mos kanë pas në të rita. Babi, në një qërë shonja. Dhe? Që që... Anë që ka janë qëtu i kanë qëtu, e dhe të është ushqimet e kanë gjumë. Po ka mos i Edhe shtu. pajri i kanë pishtu. Hajde dhe ushqimin që të e kështë. A i kanë gjithë prisons. Gjujnë të ka pas entrance me hi.
Hajde, për shkem? Këtu kanë mujtë veç me alon pak për me marrë frymë. Hajde. E qka kanë hongër? Okej, tash kemi hyrë në Roman Forum. Forumin Romak. Pallatin Gjillin, hajde ta kyna për një Po shkojnë për një orë, po shkojnë drejt në Koloseum. Tash jemi tek Forumi Romak, i cili ka qenë qendra politike, ekonomike dhe shoqërore e perandorisë romake, e cila shtrihet pra mes këtë Capitol Hillit këtu lart. Dhe sigurisht atje larg prapa është edhe Koloseumi. Kjo ka qenë fillimisht një moçal, po më pas, domethënë, perandoria romake ose qeveria ta quaj perandorisë romake e ka thakë këtë moçal dhe ka vendos Forumin Romak, domethënë. Dhe tash do të shihoni ju edhe pamjet bashkë me ne. Është një fakt interesant që pasi ka ra perandoria romake, është shemb, domethënë Forumi Romak, është bulupi dheut edhe është fusha e lopëve. Dhe më pas, natyrisht, me kohën moderne pasi ka dalë në pa dhe arkeologjia, këto gjëra, e kanë qitë në pa, edhe sot është njëri prej vendeve më të rëndësishëm turistik të Romës, që shumë turistë, domethënë çdo ditë, në çdo javë, çdo muaj ka pra këtu në këtë pjesë të Romës. Hajde, Iljada. Ja që tua disa i ki, sa vjetë? 5. Jo. 5 vjetë e 9 muaj. Gati 6 vjetë. Hajde. Hajde, Iljada. Qesh? Hajde. Që priki? Nuk muna me prikë, shto. Sa? Shto. Sa? Qëri sa ka Hajde, luni bashkë me Iljadën. Ka shumë turistë. Hajde, të bëjmë të të shkon Koloseumi, Iljada? Kthe kababin? Ku me tu shku të regon? Që dhe prijame? Hajde, merë Iljadën? Hajde. Hajde, esë.
Tash kemi ardhur në Colosseum. Ora është edhe 7 minuta në orën 1 kemi terminin për më fut brenda. E so kena? Në orën 1? Jo, që çfarë ke po mëre? I kum lodh si shumë zë. Vina lodh shumë zet ashtu, sot 24, 23-4 gradë. Tash tu kena me në kontrolluesin në aeroport. Ja, da, është fan? Është fan? Du me hi. Sigurisht këtu për me hyrë në Colosseum, është si me hyrë në aeroport, do më ki kontrol të rrept. Pra jemi tash brenda Colosseumit, apo? Po, vish me dumin dhe shflokën fa. Në arenën e gladiatorëve. My name is Maximus Decimus Meridius. Hajde, shkoni. Që t'jak në në ka? Dhe mëna? Në more vishë? Ku fort në Colosseum. Po, që në një që mrena mund shme po. Inside the Colosseum. Që prekishtojmë të prek dishka 3 milion vjetë. Hajde, Eli. Hey! Hajde. Që tjetër s'na kena jetu që ne? Po, për që ti kena ardhe vërtet. Hajde. A Luce, që do muna me shku dhe atje? Këna konë atje. Muna me i pa autobusit. Qujke ajo? Remi edhe Remuli. Qujke ajo zona... Që shë thaj, harrum. Do thot Colosseumi është ndërtu, ka fillu me ndërtu në vitin 72 pas Krishtit. Që Dhe 72. në vitin 72. Edhe është ndërtu për 8 vjetë, dhe në vitin 80. Colosseumi gjatë kohës kur ka pas, dhe më thonë, lojra, kësi gjëra që i kanë organizuar, gjatë asaj periudhe kur ka funksionuar, i ka zënë rreth 50 deri në 80.000 spektator. Para mendone, dhe më thonë, 80.000 spektator. Sa një stadium sot që është, për shembull, Barcelonës, ose i Real Madridit, ose, dhe më thonë, mos harroni, para 2000 vitesh kjo ka funksionuar. Më me kalu këne? një libër për fëmijë.
të gjitha Ble libër të kinezit. Ja marrim të këto. dhënat. Po nani Ljoda Mjafton shkurt për kinezit. Është kinezisht, ha? Ta kinezisht. Çaj çonda çash Roma Lusi? Ajo çonda atje, këshire? E portokoll. Tash po zbresim katin e parë. Shumë. Ty në herë shtë hajlura. Ty në herë shtë. Ti kam në perandori plan, që atë poshtë. A me bu zoom? Ti ku kanë ndodhur këto lojrat, se tash ka unë ta shpjegoj. Ku kanë ndodhur këto lojrat, domethënë gladiatorët kur janë ndesh ose gladiatorët me kafsh, me luana me kësi, që atje ka dalë perandori dhe kanë ndjek lojra, domethënë që kanë ndajt ai bashkë me familjen e tij dhe me këta njerëz që kanë pas pozita të larta në perandorinë romake. Koloseumi, do thotë ka pas diku 76 dalje emergjente, të cilat domethënë janë përdorur në rast zjarri ose në raste të tërmeteve kështu me radhë. Domethënë dalje emergjente. 4 kanë qenë dalje emergjente për perandorin, për njerëzit të cilët kanë qenë domethënë udhëheqës të perandorisë romake, atë elitën drejtuese politike, për gladiatorët dhe kështu me radhë. Do të thotë, sipas të dhënave që kanë domethënë historianët, zbrazja në rast emergjente, 50-80 njerëz janë larguar për më pak se 15 minuta, që për kohën ka qenë një arritje lartë inxhinierike, domethënë, llogaritni para 2000 vitesh. Tash po dalim prej Koloseumit. Po shkoj në restorant. Jemi undu. Jemi lodh, se shumë nxehtë, ha. Me hongër. A ju ka pëlqyer? Po! Bravo, jemi kënaqsh. Tash po dalim. Shka njerëzit që atë të Qa po do me folë? Tregoje njerëzve. qëtë në veshin. Qënë e veshin, e kanë qëllë veshin, tregoje, qa po do? Mune kam koqët. Qa? E i këna është këtua? Ke kojtë që të ja, pse? Okej, tash e përfundon drekën. Full jena. Jam? Jam mirë. Okej. Pak si shumë për hongër, i kom Unë kam hongër. hungër 2 pizza. 3 sene i kom Okej. hongër. Unë kam hungër 2 pizza. Unë kam hungër 3 sene si plomi. Ke hungër Kam supë? sup, edhe 2 pizza. Bravo, hajde tash, po shkajmë. Tash ora është 3:30. Ka për dorën babit? Okej, shpirë. S'kuna me mojë të tjokë. Me Iliadën gjithmonë kur bëjmë vlog, e bëjmë edhe kani qështu gjirim. E dim sa, si në Edhe- gjithë kopin e bëjmë gjithë. A qa po thu Iliada? Po shumë të Koloseumi. Ha? Po shumë prapë të Koloseumi. Me blesën apet. Po. Hajde. Foto ko ka interesant. Ja, bre, nuk, normal.
Tash po shkojna në shtëpi me pushu pak. Edhe Edhe pas në mbrëmje kena me dal. Hajde Iliada. Hec Iliada. Nuk du më dojnë. Hec. Okej, kemi pushu tash. Dhe po dalim në mbrëmje në Rom. Do ta shijojmë Romën natën. Më të shkon jes. Hajde, çfarë do me fut? Qa kam bukur I kam pas flok dreva, I kam hiqet qështë kam do si gabi. Si Gabi e bua? Bravo! Hajde tash. Qa keni ble? E kena marrë një produkt interesant Ama me me palivja. limon. Hajde provoj. Ka me palivja. Palivje. Do më thonë janë akullore të bome me bazë limoni. Po. Këtë produktet në fakturën me bazë limoni. pistachio më e mira. Na kena marrë shije limon me pistachio, limon me ananas. Okej. Po furrësh për jam. Ama në limon. Qa është do më thonë limon në limon. Qa është, no? Interesant. O, Iliada, hajde. Limon të I pe Iliades pak. I love pistachio. I pe pak Iliades. Tu me piti shkon jesët. me Iliada. Kemi vrite Fontana di Trevi. Perché? Që tu je konkure koni vogël. E qarë, fontana diri. Ku ka? Qa ki Iliada? Nani uqë. Uj? Qëtash? Që Iliada ku ka të Fontana di Trevi. Ma të është mua të qinta I pa po. E hongër dhe qaj. Maroj dhe qaj. Shkoj. Ja këtu të Fontana di Trevi. Ja ku po hatë këtu akullorja me limon. Shike? Pjesën e limoni sa është veç e I parë ku m'vjen. Ku qika jeme? Që qiki jem të Fontana di Trevi. Nuk të na I kojnë, për me gjuhë. Quando me la? Hajde, Iliada ka një dëshirë. Hajde, Iliada. Iliada. Që kostium, mos e thot, ajo është kostium. Që e Halloween. Hello. Halloween. Iliada. Lo sé. Era njerëz po vjen. Hajde. Po mbyllim ditën. Me një kafe, Me një është ora kafe. 10 e gjys. Sa? 11:30. Po 11:20. 10:20 se ti ke orën keq. E kam brapë si me orë. Mas bukës në pagaqare pa më një kafe. Okej, Iliada, ku është lo, Iliada? Do më shku me flej. Shku me flajtë. Hajde, po shkojmë me flej. Po shkojmë me autobus, hajde.
Sotto la luna, nel suo bagliore d'oro, passeggiano i ricchi, così lenti ma sicuri. Ogni sussurro di seta l'accento, vecchia moneta, profumo di vento. Oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso vale più di 1000. Stringi la mano, balliamo nel blu, ricchezze del tempo e tutto. Që direkt e këtu kena hanë. Nëse Sul marmo lucente, un passo svogliato, i sogni giacciono sotto, dal tempo amato. Fruscio di seta, bicchieri che brillano, lungo i canti, le ombre si inclinano. tash po në Cinecittà, në qytetin e filmit italian, ku janë xhiru, domethënë shumë filma të njohur që sot do t'i vizitojmë. Nisë dyshit freshi ku ka qëtu, se? Pra jemi fut në Cinecittà që quhet, ose qyteti i filmit italian, i cili është themeluar në vitin 1937 nga Benito Mussolini. Sigurisht Benito Mussolini, siç e ka thënë edhe atë thënien e famshme, arma më e fuqishme është kinemaja, dhe për këtë arsye ai ka themeluar Cinecittà, pra për ta përdorur kineman për propagandë sigurisht. Mirë po, ky vend pas luftës dytë botërore është shndruar në hapësirat ku janë xhiruar shumë kryevepra të neorealizmit italian, filma historik si Ben Huri, Kleopatra, La Dolce Vita, i Fellinit e shumë të tjerë. Tash do të shkojmë tek përndryshe, Fellini, regjisori famshëm, i ka pasur zyrat e përhershme këtu, dhe sigurisht ne do të shkojmë ta vizitojmë, pra sepse tash ajo është muze, do ta vizitojmë pjesën ku ai ka jetuar. Sotto la luna, il suo bagliore d'oro, Fellini. passeggiano i ricchi, così lenti ma sicuri. Ogni sussurro di seta l'accento, vecchia moneta, profumo di vento. Oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso vale più di 1000. Stringi la mano, balliamo nel blu, ricchezze del tempo, è tutto un virtù. Sul marmo lucente, un passo svogliato, i sogni giacciono sotto, dal tempo amato. Fruscio di seta, bicchieri che brillano, lungo i canti, le ombre si inclinano. Il violino sospira, il pianoforte si Magic. un'aria di E shkudese po nxinin. Si te Bruce Lee. Kjo është future. Futuristike. oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso vale più. Pra e vizituam muzeun e filmit italian. Tash shpresoj që kena me shku te studio e Fellinit, ose zyra e përhershme ku ka pas Fellini këtu në Cinecittà, apo në domethënë qytetin e filmit
italian. Salla Federico Fellini. Po kjo është ndoshta kinema këtu. Nuk është plani. Okej, tash. Kinemaja Federico Fellini. È gigante il film. Kinemaja e Fellinit. Që është kinemaja e Fellinit, Lis? 1, 2, 3, 4, 5. When we first arrived on those sets, the To është 5 gjiru points to arrive at Cinecittà Studios and be submerged in turn of the century New York and New York. Sotto la luna, nel suo bagliore d'oro, passeggiano i ricchi, così lenti ma sicuri. Ogni sussurro di seta l'accende, Defesa presidenziale. vecchia moneta, profumo di vento. Oh, dolce Filmat e famshëm, oh, gioco sottile, historik, filmat e neorealizmit italian. stringi la mano, balliamo nel blu. C'è Vittorio De Sica, per esempio. È tutto un virtù. Umberto D. L'armo lucente, passo svogliato, il suo Roma, io passa. Roma, sì. fruscio Roma, di sì. seta, bicchieri che brillano, lungo i campi, le ombre si inchinano, Ouais. il violino Anlaş mı ilk o? Olmuş ya. Filmat. Jo, kanë që i biri keq dhe shëmbruar. Kanë spaghetti western që ngjyruar. oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso vale più di 1000. Stringi la mano, balliamo nel blu, ricchezze del tempo, è tutto un virtù. Regjisor të famshëm. Roberto. C'è Fellini. Soffitto di stelle che ardono, storie di fortuna C'è Scorsese. ci accompagnano. Edhe ky ka gjiru këtu në Cinecittà, shpejtar. C'è un sussurro che chiama l'eco di ieri, nessuno lo reclama. Secondo me poco. Che ti sta dando parlare? Ciao Bo. So interessante. A përse? American Submarine. Që shtu gjiru krejt. E kanë improvizu këta. Dopo pressioni sikur. Jo, filmi e ka. O moj, po shënon vesh. Ty do këtë sikur e kanë gjiru në rëj. Dal tempo amato, fruscio di seta, bicchieri che brillano. Tash po im të studiot ku janë gjiruar filmat e famshëm italian. Ecco qua. Ma ne, Jemi me ma ne piedi skuqe. një udhëheqës guide tour. Me klasë, është të fikse. Me klasë. Kush pjami? Mi po thot me klasë është ti kena pas gjithë. Po, a? Po. Që dhe Iliada. Pra këtu ku jemi duke shku tash,
janë skenografit ku janë xhiruar filmat famshëm si Ben Huri, Cleopatra, La Dolce Vita e shumë filmat të tjerë. Qui tendenzialmente cercano di non spoilerare, diciamo, quello che avviene all'interno degli studios perché devono essere... Janë skenografit e famshme të filmave të famshëm. Kjo është xhiruar filmi Roma. Do thonë në atë periudhë dhe sot shohet me qira për skena antike, domethënë. Questo è l'ultimo che è rimasto, perché appunto invece è emersa la necessità di dare uno spazio vuoto, ma dove possibile. Komplet. Ne kanë ndërtu një Rom antike në studio të filmit të Cinecittà. Hajde! Tash kemi ardhur. Djem që po në shkollë. Ja sa di Spanja, është Spanja. Shumë njerëz. Pak si shumë. Shumë njerëz. Sotto la luna, nel suo bagliore d'oro, passeggiano i ricchi, così lenti ma sicuri. Ogni sussurro di seta l'accento, vecchia moneta, profumo di vento. Oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso va stringi la mano, balliamo nel blu, ricchezze del tempo, è tutto un virtù. Sul marmo lucente, un passo svogliato, i sogni giacciono sotto, dal tempo amato, fruscio di seta, bicchieri che brillano, lungo i canti, le ombre si inclinano, il violino sospira. Bye bye! Strasburg. Storie di fortuna ci accompagnano, ma nel domani c'è un sussurro che chiama, l'eco di ieri, nessuno